po ndonjë shoqe të pandashme a keni pasur? Po. Bëhet fjalë gjithmonë për shoqet e fëmijërisë. Në pallat kam pasur shumë shoqe dhe me të cilat ruaj shumë edhe kontaktet, sepse jemi rilidhur, pavarësisht se jemi shpërndar në përbot, në për qytete të ndryshme, por ajo që unë veçoj është shoqja ime, pavarësisht se shtëpiat nuk i kishim shumë afër, por ishim që nga klasa e parë deri në klasën e 12 bashk, kishim edhe emrat njësoj, edhe ajo Alketa si unë, me të cilën kemi ndarë shqetësimet, problemet, gëzimet. Duhet të tregoj një episod të ritakimit me Alketën. Isha në Tiranë, po prisja të kaloja rrugën bashkë me vajzën time, dhe në krahun tjetër të rrugës shikoj një fytyrë që kisha 20 e sa vjet e parë, dhe kur jemi takuar, jemi përqafuar pa folur fare, qanim në supin e njëra tjetrës, dhe dy vajzat tona që kishin ngelur të shtangura, po këto.